e lëvizim pellgun ta turbullojmë që të duket më i thellë. Tani, në Itali, para 6 muajsh apo 8 muajsh, nuk e kam të qartë si periudhë, në Brescia, 4 fëmijët e zotrisë shqyen fëmin, pra fëmijën e shtëpisë, 400 e shtëpisë, pitbulla. Dhe të 4 i ekzekutuan. Tashi, nuk e dia kanë bërë mirë, kanë bërë keq. Edhe në Itali ndodh që vrasin arind. Kjo do të thotë se duhet marrë shembull. I vrasin, ngrihen shoqatat e analizave, shoqëria. Enisa nga termi të lutem. Një situatë, çfarë zgjidhje ekstreme duhet ketë? Domethënë kur një situatë është ekstrem, duhet ketë zgjidhje ekstreme. Enisa nga fakti që Erioni. Tani është për të bërtitur këtu. Jo, po këtu është për të rritur. Enisa nga fakti që Erioni tha është një ligj. Ka zgjidhje, nuk ka nevojë të vëmë vetëm tek ekstremi, mendoj unë. Po të dua, është zgjidhja më e lehtë kjo. Njerëzimi ka si ka gjetur të bëj eksperimente me të gjitha kafshët e mundshme, ti torturoj në dobin tonë për të bërë ne ilaçe farmaceutike të gjitha. Gjithmonë është formi do. Jo, një moment, lutem. Mund të them diçka dhe do t'i lëzojnë të flasin, se që nga vetëm minorancë. Jemi në këtu të planetit. Çështja është që stillemi në fakt. Duhet thënë dy gjëra që mos na kryqëzojnë. E para një eksperimentet, ke kafshët, ke trajtimet, çfarë do lloj dhune që mund të ushtrohet e kafshët është duhet të jetë e dënueshme. Jo. Nuk e ka dënon ligji, e ka. More duhet të jetë edhe ai që e rre qenin duhet të dënohet. E ka pas Ahmet Zogu te filmi, e kemi dhe neve. Atëherë do ta shtojmë dhe më shumë. Pra keq trajtimi i kafshëve. Ja, te niveli Ahmet Zogut jemi akoma. Keq trajtimi i kafshëve nuk duhet. Jemi në debat kisha ke kafshët. Dorë. Nuk duhet në asnjë lloj forme të kaloj mesazhi që duhet të keq trajtojmë, t'i vrasim, t'i eliminojmë, i heqim këto. Puna është. Po. Si do t'i mbajmë pra këto kafshë? Domethënë, si ta parandalojmë, jam shumë dakord. Po pra, sterilizim, vaksinim, more se sot hëngri kafsha, sot qeni ka fshoj fëmijë në Vlorë. Ore, dalin dhe fëmijët këtu. Po. Domethënë, si do ta zgjidhim, se e bie ta zgjidhësh personalisht pastaj. Se qeni tash nëse qeni ka ndërgjegje do ta dënojmë në bazë të ndërgjegje. Unë nuk mendoj që qeni ka thënë shikoj, shotë vajzën do ta haun këtë vajzën. Po prandaj them që kur thua që jemi ka një kujtesë. Tirana është kryeqytet evropian. Niveli varet gjithmonë nga mënyra se si trajtojmë. Po, patjetër. Edhe ata të pambrojturit që në rastin konkret janë kafshë. O, se ne po flasim këtu e bërë shumë të butë këtu. Tani pyetja është se mban ti një qen lufte. Si pitbulli. Është qen lufte o vlla. Është qen lufte, përdoren në luftë. Është qen lufte, romakët kishin qen lufte. S'po them që ishin pitbulla, atëherë duhet të ketë rregulla që nëse kanë qenë lufte, mos të lejojnë të mbajnë. Ai lejohet ta mbajë pitbullin, po duhet ta mbajë sipas rregullave të bashkëjetesës. Ky është kushti numër 1. Tani se këtu është problemi prapë i ligjit. Është maska, është po patjetër që është ligji. Sepse ligji nuk e detyron atë. Kam një pyetje se mbajmë se ai njeriu që u sul për ta shpëtuar vajzën. Ishte një murator. Ishte gjë një si polic mu dukua. Jo murator ishte. Po ishte edhe një si polic atë. Jo, s'ishte ai, një murator. Unë kam parë në përpamje edhe një polic dhe më bëri shumë përshtypjen aty, thosha si ka mundsi ky polici e shef pitbullin aty? Që lëvizi lirë dhe nuk ndërhyn, sepse si thua ti. Po që do bëj të kapi pitbullin a vesh, që do t'i bëj? Është kafshë lufshe, thua ti, more. Po do ta marri, mo, kush është ligji, kush është shteti? Ti është polici, mo. Okej, ato duhet mbajtur fare. Policët nuk bajnë me vete jo, more, zgjidhet shumë kollaj. Po patjetër duhet të mbajnë. Vërini mor qenit litarin se nuk ofendohet qeni po i vune litarin. Vëri litarin dhe dono personin që e mban. Vëri dhe maskën ke fytyra se nuk ofendohet qeni po i vune maskën ke fytyra. Dhe nuk ofendohet fare. Rriti